Në këtë skenë nga seriali Rënia e Mbretit, Ozlem ka vetëm një dëshirë në mendje, të bëhet nënë dhe të ketë një fëmijë me Kenanin sa më shpejt jetë e mundur. E vendosur për ta bërë realitet këtë dëshirë, ajo shkon në klinik për t'u konsultuar me mjeken dhe për të kontrolluar nëse gjendja e saj shëndetësore i lejon të mbetet shtatzan. Pas ekzaminimeve, Ozlem merr një lajm që e gëzon. Mjekja e siguron se nuk ka asnjë pengesë shëndetësore që ta pengojë të mbetet shtatzan. Megjithatë, ajo e këshillon të jetë shumë e kujdesshme me stresin dhe emocionet negative. Ozlem duhet të qëndrojë sa më larg tensioneve dhe situatave që mund të ndikojnë në shëndetin e saj. Por pikërisht kur mendon se gjithçka po shkon sipas planit, në klinik ndodh një takim krejt i papritur. Ozlem përballet me Handanin. Të dyja mbeten të befasuara kur kuptojnë se ndodhen në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Ky takim i papritur ngre menjëherë shumë pikpyetje. Pse ka ardhur Handa në klinik? Çfarë do të ndodhë mes saj dhe Ozlemit? Dhe a do të mundohet Ozlem ta mbajë larg vetes stresin dhe tensionin, kur përballë saj shfaqet pikërisht një person që mund t'ia trazojë edhe më shumë jetën. Vizita e Handanit në klinik nuk është as pak e rastësishme. Ajo ka nisur të dyshojë se mund të jetë shtatzan dhe për të marrë një përgjigje të sigurt, mjekja i thotë se duhet të bëjë një analizë gjaku. Ky lajm mund të ndryshojë gjithçka dhe ta vendosë marrëdhënien mes Handanit, Kenanit dhe Ozlemit përballë një tjetër prove. Ndërkohë, jashtë klinikës, Ozlem e pret të shqetësuar Handanin. Sapo e sheh, nuk e fsheh dot kurreshtjen dhe tensionin. Ajo e pyet drejt për drejt se çfarë kërkon në klinik. Por Handan është e prerë, nuk ka ndërmend të jap asnjë shpjegim. Por Ozlem nuk tërhiqet. Ajo këmbgul dhe i tregon Handanit se tashmë e di gjithçka për Kenanin. I thotë se Kenani la dasmën e tyre për të ardhur tek ajo. Madje hoqi dorë nga muaji i mjaltit, vetëm që të ishte pranë Handanit. Për Ozlemin, kjo nuk është thjesht një çështje xhelozie. Ajo e ndjen se Handan po kërcënon martesën dhe jetën që ajo ka ndërtuar me Kenanin. Prandaj, në një përballje të drejtë për drejtë, Ozlemi bën të qartë se nuk do ta lejojë t'ia marrë Kenanin. Handan, megjithatë, nuk hyn në debat. Ajo e dëgjon Ozlemin dhe largohet pa thënë asnjë fjalë, duke e lënë edhe më të mistershme atë që ka ardhur të zbulojë në klinik. Por pyetja e madhe mbetet: a është Handan vërtet shtatzan me fëmijën e Kenanit? Çfarë do të zbulojë analiza e gjakut? Dhe si do të reagojë Kenani nëse dyshimet e Handanit konfirmohen? Xhansu vazhdon me planin e saj dhe këtë herë vendos të luajë një rol të ri përpara Kenanit. Ajo shtiret sikur Fikret, po e ndjek dhe po e kërcënon, duke e bërë Kenanin të besojë se Xhansu ndodhet në rrezik. Kenan shqetësohet për të dhe përpiqet ta qetësojë, duke i siguruar se nuk do të lejojë askënd t'i bëjë keq. Madje për t'u siguruar që Xhansu të jetë mbrojtur, ai propozon t'i vendosë një trup roje në dispozicion, në mënyrë që të mos ndihet e kërcënuar. Por Xhansu nuk ndalet me kaq. Duke përfituar nga shqetësimi dhe kujdesi i Kenanit, ajo arrin të afrojë edhe më shumë pranë vetes. Situata bëhet akoma më interesante kur Kenani i propozon që të takohen përsëri më vonë. Apo fillon Kenani të bjerë në kurthin e Xhansus. E shqetësuar dhe e pushtuar nga dyshimet, Ozlem kthehet përsëri tek mjekja. Takimi i papritur me Handanin nuk i ndahet nga mendja dhe pyetja që e mundon është vetëm një: pse ishte Handan në klinik dhe a është ajo shtatzan? Ozlem kërkon të marrë një përgjigje nga mjekja, por ajo tregohet e prerë dhe i thotë se nuk mund të zbulojë informacionin privat për një paciente tjetër. Mjekja gjithashtu i kërkon Ozlemit të mos e përfshijë atë në situatën dhe konfliktin mes saj dhe Handanit. E zhgënjur dhe e nervozuar, Ozlem nuk merr përgjigjen që kërkonte. Ajo largohet nga klinika duke e falendëruar mjeken me ironi, duke e bërë të qartë se nuk është as pak e kënaqur me heqjen e saj. Por dyshimi tashmë është më i madh. A është vërtet Handan shtatzan? Dhe nëse po, çfarë do të ndodhë me Ozlemin dhe Kenanin?